Ne kemi bërë një intervistë ditë marr me një gazetar polak. Ka thënë një fjalë shumë të rëndë pjesën e krahasimin vet. Tha kur po e pyesin për Ernest Muçin, tha që lojtari më i mirë i Shqipërisë nuk do të kishte vend as në stolin e Polonisë. Muçi tha mund të grumulloj vetëm nëse do kishte një dëmtim. Si duket ty? Jo, puna e këtij gazetarit polak, si duket, është si puna e iPhone-it. Por nuk e bëra update, je shumë mrapa. Je shumë versione mrapa. Ka ngelur me Internet Explorer. Legës Varshavës. Pra, Muçi sot që flasim, përdesë ka një vlerë shumë të madhe kartoni, do thotë që vlen, se nuk besoj që një ekip të hedhë 20 milion euro me shumë staf dhe me shumë profesionistë mrapa, për një futbollist dhe të hedhë tek çift. Studiohet për një kohë shumë gjatë dhe përdesë Muçi sot bën diferencën në kampionatin turk, që është 3 fish më i fortë se kampionati polak. Mendoj që meriton. Ose fund fare bëdhen krahasim çfarë do ishte Polonia pa Lewandowski, nëse ta marrim Lewandowski të çojmë Shqipërisë. Polakët ku do ishte krahasimi? Polakët si natyrë janë shumë racistë. Nuk i duan shqiptarët. Të gjithë futbollistët shqiptar kanë një të shkuar shumë të keq në Poloni. Po ne po marrim rastin e Ernest Muçin, ne marrim rastin e Sadikut, ne marrim rastin e Sabino Plaku. Kanë kaluar racizëm. Po Sabino Plaku ka shkruar New York Times. Futbollist që i kërkut prish kontratën dhe nuk pranoi dhe ditë 3 herë në stërvitje 3 herë ditë që në orën 7 mëngjesit, si për ta kapur të prish kontratën. Dhe Sabino Plaku filmon të gjitha sanat servitore me kamerë trupore. Dhe çështja ka shkuar deri te New York Times. Vetëm për faktin se ishte shqiptar. Po sigurisht që po. Po nga buron gjitha kjo urrejtje? Domethënë për ne është pak a shumë si luajmë Serbi thua ti. Në formë mënyrë. Unë mendoj që po. Sigur po jemi në Beograd. Unë mendoj që po. Polakët, pavarësisht se ne shohim shumë polak turistë, polakët ne nuk mendojmë. Edhe sidomos nëse marrim krahasimin me Leskovacin, kjo e Varshavës është shumë më pavarësisht se nuk është se kemi shumë afërsi me polakët në anë gjeografike, por e them me shumë bindje që nuk na duan. Nuk na duan. Ja. Okej, po sa i përket pjesës së nuk janë si kroatët, nuk janë si slovenët, nuk janë si austriakët, nuk janë si holandezët, nuk janë si italianët. Polakët janë shumë racistë. Dhe është populli e kanë këtë qasje edhe vetë lojtarët mendon? Apo mendon se është diçka tjetër kur bëhet fjalë për lojtarë? Po flasim pra vetëm në rangun e tifozëve? Unë flas në rangun e tifozëve. Jo, vetë lojtarë për shembull mund ta keni fantasi për ta mundur. Unë do të një detaj. Nëpërmjet një drejtori sportiv të një klubi shumë të famshëm, siç është Wisla Krakovës. Po. Sigurova biletat për të pa ndeshjen dhe nuk lejote që shtetas të huaj përveç polakëve të ishin në tribunat qendrore. Pra, sepse do ketë shumë huligan dhe nuk duan që të kenë përplasje. Pra, përdesë ato kanë shumë drejt nga ana federatës, por shikohet qartë që ka një qasje për të është qasje jo pozitive ndaj jo vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj turqëve ose po flas në asin konkret edhe ndaj Kosovës. Mendon se do ketë përplasje aty mes tifozëve? Mendoj që po. Do ketë. Do jetë problematike. Sa tifozë shqiptar pritën sipas te? 4500. 4500 tifozë. Do ketë probleme, do ketë trazira. Në rrugët e Varshavës do ketë probleme. Te e them me shumë bindje. Do t'japim ne edhe një farë këshillë edhe njerëzit që do jenë aty. E regjistroj, ëh? Po. Mund më përgjegjësi për çfarë them. Ti e di shumë mirë. Po pra ne po them se përgjegjësi edhe për kampionatin turk. E ka treguar koha sa që janë këtë gjë. Po e kanë fjalën që do t'japin me këshillë tifozëve shqiptar, cilët do të janë Poloni që duhet bëjnë kujdes sepse situata nuk është fare mirë. Po sigurisht. Ne shikojmë rastin e Jajga Lonjës kur erdhi në Tiranë, që shumë do bën gjeste ndaj herojt tonë kombëtar tek Busi. Nuk do shumë. Pra polakët kanë më shumë lidhje me serbët. E kuptoj. Dhe na shohin si kërcënim.